Patjetër që është bërë një punë shumë e madhe dhe angazhimi i Shqipërisë për të realizuar objektivin për përmbushjen e negociatave brenda vitit 2027 vërtetohet nga i gjithë serioziteti me cilën Shqipëria dhe qeveria shqiptare e ka marrë të gjithë procesin. Patjetër që plani i rritjes është një nga instrumentat shumë të rëndësishëm, të cilët Bashkimi Evropian e ka vënë në dispozicion të vendeve të Ballkanit Perëndimor, pikërisht për të përafruar dhe për të përshpejtuar jo vetëm anën legjislative ose ajo që njihet ndryshe si parafrimi i akit të Bashkimit Evropian në vendet e Ballkanit Perëndimor, por për të konverguar aspektet sociale dhe ekonomike, pasi një nga elementet kryesor të Bashkimit Evropian është tregu i përbashkët. Pra ndërlidhja ekonomike që vendet anëtare kanë me njëra tjetrën. Prandaj në këtë pikpamje, samiti i planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor që mbahet sot, pikërisht edhe në një periudhë ku është, le të themi, gjysma e afatit 4 vjeçar të planit të rritjes, është një moment i rëndësishëm për të ulur për të diskutuar çfarë kemi bërë dhe çfarë kemi ende për të bërë për ta maksimizuar përfitimin që Shqipëria dhe vendet e rajonit do të kenë nga plani i rritjes.